Përshëndetje me emisioni 05, shpresoj se jeni duke kaluar një mbrëmje të këndshme dhe si çdo tjetër po takoni dhe shoqëroheni me emisionin 05. Edhe sot krem fillim të emisionit një falënderim i veçantë ndaj sponsorëve tonë besneke, ata janë Bas Market, X-Coins.me, Dr. Smile, Heps dhe Urban Style, i cili përkujdeset në çdo emision për dukjen time. Jemi në studion e emisionit 05 dhe pranë vetës se kam një artist i cili është në studion e emisionit 05 për të promovuar projektin e tij më të ri. Fitim Curri, fitim përshëndetje. Përshëndetje. Fillimisht faleminderit shumë që pranove ftesën e emisionit 05. Faleminderit edhe për juve, faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Ju përgëzoj për emisionin. Faleminderit shumë. Fitim po nisim kështu, edhe realisht është kjo arsyeja pse jemi së bashku këtu. Keni publikuar një këngë të re, na trego si erdhi ideja për këtë projekt. Projekti ka përfunduar në javën e kalume. Projekti ka dalë shumë mirë, ideja ka ardhur ashtu të them spontanisht, edhe duke e shikuar edhe pak punën e sezonit, kemi përzgjedhur një këngë ritmike me disa bashkëpunëtorë shumë të mirë, cilët më kanë shtyr për me bë këtë projekt. Ka qenë ideja që me nxjerr diçka pak më ritmike për sezonin e verës. Shpresoj që ju ka pëlqyer të gjithëve kjo këngë. Ashtu, është mirëpritje mjaft shumë nga audienca. Mirë, po na trego pak më shumë. Kush janë bashkëpunëtorët me ata që ke punuar në studio, pastaj do flasim edhe për videoklipin. Së pari përshëndes gjithë bashkëpunëtorët, duke filluar nga tekstkruesi, pastaj edhe studio Redon Sylevicës, i cili në bashkëpunim me Flakron Vucën që ka bërë tekstin. Po ashtu i përshëndes edhe ata që më kanë shtyr me bë këtë projekt, grupin tim, Blenat Malokun, përshëndes Ardin, dhe i falenderoj nga zemra që kanë bërë një punë pa lodhshme, deri te realizimi i spotit, i cilin e ka kryer produksioni A-Film, cilin i përshëndes shumë. E kam bërë një punë të mrekullueshme dhe ka dalë diçka shumë e mirë që unë jam i kënaqur dhe shpresoj që gjithë shikuesit e kanë mirëprit shumë mirë. Ashtu, apo më tregon si shkoi pjesa në studio, sot morri kohë? Po, zakonisht pjesët në studio marrin kohë pak më gjatë. Pak më gjatë, po. Për shkak që duhet me nxjerr një vokal të mirë, duhet me nxjerr një... Po, shpresoj që jemi kanë edhe të përgatitur ashtu them shumë mirë, edhe Redoni është një djalë shumë i mirë dhe e ka bërë një punë pa lodhshme, e ka nxjerr diçka shumë të mirë, cilin e përshëndes dhe Zoti inshallah se komunua edhe shumë, po kena nxjerr diçka të mirë. Ashtu, kjo është e rëndësishme realisht, pavarësisht lodhjes, mirë po kur produkti final është i mirë, kjo është më e mira. Ky projekt siç e the edhe vetë është i realizuar edhe me videoklip. Na trego për audiencën, ku janë bërë xhirimet? Xhirimet janë bërë në Ferizaj me Adriatikun. Në studion e A-Film, cilët i përshëndes shumë. Kanë qenë të djemë që kanë bërë një punë pa lodhshme. Është hera e parë që bashkëpunon me Adriatikun apo edhe më herët? Është hera e parë që bashkëpunoj me Adriatikun dhe jam shumë i kënaqur me punën që kanë bërë të gjithë si ekip. Po edhe me sjelljen e tyre dhe angazhimin e tyre që kanë bërë për këtë projekt. Shpresoj që nuk ka mundal me këta djemë për me punu projekte tjera, projekte shumë të më të mëdha se këta, se jam shumë i kënaqur me ta. Ashtu e mirë, kjo po më pëlqen. Adriatik, kërkojmë ndjes se Adriatiku e ka bërë klipin. Fitim, na trego tashmë siç e the edhe vetë, jemi afër sezonit veror dhe sa ishte e vështirë kjo përzgjedhja ndoshta fiks për këtë projekt. Se e the që është e qëllimshme kjo, jo rastisht ka dalë ky projekt këtë kohë. Jo rastisht. Ky projekt u kry pak më herët, po e kemi prit deri në këtë kohë. Kur i vjen momenti, për me postu, për me kry krejt. Ka qenë qëllimisht me bë këngë ritmike. Për shkak që edhe është sezona, tash fillon sezona e dasmave, fillon sezona e gjallënisë, edhe kena dashur me nxjerr diçka pak më ritmike. Kjo u konë e qëllimshme, ideja u konë që me nxjerr një diçka jashtë baladave, po me nxjerr një këngë jashtëzakonisht bukur që pëlqejet edhe që kapet
Me diçka të mirë në verë, realisht. Me hi me diçka shumë më të mirë. Po, kemi edhe projekte të pakryme ende, po shpresoj që ka me pas edhe një potpuri para sezonit, që është duke u kryer, është duke u përfundu. Do të thotë nuk është ky projekti që Jo, nuk është projekti para verës, Po, do që më thotë ti nuk e ki plan me u ndal. Jo. E ki plan me bë edhe një projekt vegi të mirë, Në me një potpuri, bashkëpunim. Po, me një bashkëpunim, po atë personin nuk e përmene një herë. Është i përzgjedhur, do më thonë? Po, është i përzgjedhur. Është punu apo vetëm është punu diçka në fillim, po tash këtu bashkëpunimet shkojnë pak ma gjatë. Nuk po na zbulon femër apo mashkull? Jo, femër. Femër. Pse mendon? E mendon që duhet jetë çdo herë ndoshta një kombinim mashkull-femër? Unë mendoj që duhet jetë çdo herë një kombinim mashkull-femër. Për shkak që edhe publikun i kemi ashtu. Tash mos të shkojna veç për meshkuj ose veç për femra. Do me thonë kjo është lloj strategji. Strategjia. Është edhe strategji, po është edhe zoni i femrës dhe zoni i mashkullit kur bashkë kombinohen mirë. Po, kombinohen mirë edhe del diçka e mirë. Po edhe publiku e pret ashtu. E pret gjithmonë një bashkëpunim mashkull, ka raste që dalin mirë, po ma mirë. Ma throlla janë. Unë menoj që del shumë ma mirë një zoj mashkullit dhe një zoj femrës. Një kombinim shumë më i mirë, normalisht. Fitema, po më tregon, pavarësisht e the që kime sjell edhe një potpuri mirë, po unë e di që ti je i angazhuar edhe me dasma në sezonin veror. Apo më tregon si është ajo procedura, si përgatitet një këngëtar i cili këndon edhe në dasma. Tash jemi faqe në prag të verës. Na tregon ti si përgatitesh personalisht. Na përgatitum, s'pari shikojmë data se cilën e kem me radhë. Ashtu. Ku i kem, a i kem afër, a i kem larg, si jemi me shëndet, si jemi me pajisje, a jemi ki në rregull, a mundem me startue. Parafërsisht i him edhe njerë kontroll komplet datave, cilat i kemi që kanë dështu, cilat s'kanë dështu, cilat kanë me fillu. Dhe kjo është e gjitha që... Është përgjithësi, çka mendon? Përgjithësia është shumë e madhe. Se mundet deri në momentin e fundit, a mund ndodh që edhe data dështon, në moment fundit. Ka raste kur ty të ka ndodh? Ka raste që ka ndodh, për shembull, pezom ka qenë me datën 25, më ka thirrë me datën 21. Ka pas rast vdekje. Jo në familje, po ka pas rast vdekje që s'ka pas mundësi me vazhdu. Dhe unë jem një shumë keq, edhe është përgjegjësi shumë e madhe, se na edhe marrëm kopare, edhe në familjeve, tash nuk mundëm me u kthy. Nuk mundëm me thonë, a bën me ti kthy, a s'bën, jo me kitë në rregull, veç ka dështuar. Ka pas raste po pavarësisht saj, edhe që nuk e din realisht që nuk kthehet, po ti je prej aty në që i thu, edhe ta kthej kaporin. Patjetër, për respekt. Duhet me bë këtë punë për respekt që të ka përzgjedh si grup, si këngëtar, edhe e tregon atë edukatën tënde që mundet edhe një herë me të thirr, atë për me lënë vend për tjera herë. Shumë e mirë kjo, dhe po besoj që është një mesazh, një këshill për gjithë artistët, se unë personalisht e di që jo shumë e bëjnë këtë gjest. Jo shumë, madje shumë pak. Është shumë gjest i mirë, edhe unë kisha shpresu që me bë gjithë këtë farë pune, inshallah si ndodh kërkojna, po është mirë me praktiku gjithë. Sepse jo çdo kush ose realisht ndoshta as kush nuk e anulon me dëshirë. Por derisa e cakton ndoshta qoftë artistin, qoftë restorantin ose çka po di, ai me dashje nuk e bën. Edhe nuk e anulon, po edhe është pak respekt kur ty të ka zgjedh, të ka përzgjedh, tash nuk mundesh ti me thonë të ka ndodhur, okay, faleminderit. Kur gjë kërkujt. Po, kur gjë kërkujt. Po do të më shpresu që ai person nëse të ka përzgjedh një herë, ai mundet me përzgjedh prapë. Prapë, se ka ainge tjera që nuk i dihet. Sa ai të ka përzgjedh si person edhe të ka përzgjedh me krejt dashni që e ka pas. Ti nuk mundesh tash me parë gjithçka nuk mundem me bë. Atë nuk mundem janë do gjona që kanë herë parja nuk vlen. Ashtu. E mirë kjo, po më pëlqen. Me pas njerëzillak pak edhe për këto sene se
ai shpenzon, ai të përzgjedh, ai nuk i dyti, po i 200 ty po të zgjedh, do të me kallëzu edhe një respektiv. Fiks. Fitema, po më tregon, ti je tash 3 vite ose 4 realisht nëse nuk gaboj. 4 vite në sezon dasmave. 4 vite. Cili prej viteve ka qenë më i vështiri edhe cili prej viteve më i miri për ty? Më i vështiri është Viti i parë, po besoj. sikret viti i parë. Se ka qenë pak një farë treme, një farë apo dal mirë, as po dal mirë, apo pëlqehet, as po pëlqehet. E viti më i miri është viti i fundit. Do më thonë viti që lëm pas. Po, viti më i mirë është viti i fundit. Viti edhe më i keq u kon edhe viti i pandemisë. Edhe pandemia. Që s'ka pas hiç. Po viti i fundit u kon shumë i mirë, edhe ja ka nis njerëzimi pak më të përzgjedh, pak më shumë, edhe me kuptua ato që origjinali është origjinal, falsi është fals, dhe nuk mundëm na tash veç përmes emisioneve me marr darsma, me marr, po duhet me kallëzu Nga veten. dosma ndosëm, po Duhet me besoj. kallëzu veten me punë, me përgjegjësi, me mirësjellje, me krejt. Mundoj i kënaqen, do të thonë në fund. Nëse një dasmu nuk ta zgjat dorën, me thonë faleminderit, atëherë nuk është që ke bo diçka. Me kry ke kry, po nuk është që ke bo diçka. Ashtu, fitem ka raste kur ndoshta të përzgjedh nga një dasëm, për shembull i ftuarit thotë që kam edhe unë një dasëm apo diçka dhe të zgjedh aty për aty. Çfarë Po, ndjenjë është po. për ty? Po besoj që të ka ndodhur. Ajo ndjenja më e mirë është. Më e mirë kur përzgjedh ato, se më ka ra rasti me përzgjedh në dasëm, unë jem një shumë krenar, edhe jem një shumë mirë. Edhe komunoft sa ma shumë, atë njëri me respektu edhe se kom ditë që ai, do më thonë edhe ja ka ndrish këtina që u kanë, ja ka ndrish dasmën, Ashtu. se kur i thot ai, po du me përzgjedh qëta, kjo ma shumë i shlirë që Pedin që ka kriju atmosferë. Po, mësafirin kanë shumë të kënaqen. Po. E ka pas raste, po ata njerëz i falenderoj shumë, i falenderoj nga zemra se ata njerëz janë tamam ase që e vlerësojnë muzikën çatu për çatu. Edhe nuk bazohen në fjalë të njerëzve dhe po live e ka çata. Kur është live, ato të përzgjedh, ato e din tamam që ti pas ke diçka. Ka një produkt i mirë. Ashtu, po. E thet që kthehemi tek projekti i fundit që ke publikuar. E thet që videoklipi është i realizuar me një bashkëpunëtor Ferizaj Ason, e di që e bashkëpunon edhe me producent Po. qytetit tonë. Si është e bashkëpunimin me Ferizajas? Pasi që veç jemi në 05. Po. Bashkëpunimin Ferizaj unë e vlerësoj shumë. Edhe i përshëndes gjithë edhe ju uroj një punë shumë të marrë, gjithëve. Janë shumë të mirë, keni shumë producent të mirë, se na zakonisht vim për i Prishtinë për me bë këtu. Kemi edhe në Prishtinë, po bashkëpunojmë edhe me artistat të Ferizajt shumë. Përveç producent kemi edhe tekst shkrues. Po, Do gjatë mirë. Kjo është gjatë E mirë. kemi Kreshnik Avdion, e kemi Kreshnikun, Fadil Topallin, e edhe shumë tjerë po besoj. Dy njerëz shumë të mirë për tekste janë kapak. E vërtet. Që Ke punu me shumë ndonjërin të prej tyre që i përmenda? Me Kreshnikun kom punu, kom pas edhe biseda për projekte të ardhshme, po na jem qështu kapak, ka njerë na dështojnë do sene, Ashtu. filloj me do tjera. Po e hulum ton tregun realisht. Po këshyrëm çka po dhez, çka po është Qa më në kërkon trend. nga masa normalisht. Vetëm përmendëm që tashmë do e kesh edhe një potpuri para sezonit veror, falem edhe për dasmat që na tregove je angazhum. E dim pak a shumë cilat vende je më shumë këtë vend? Cilat qytete? Ma shumë jem ka ona e Llapit na. Llap. Ka ona e Podujevës, unë jam edhe i lindur në Aty Podujevë. prej nga vjen. Po. Ma shumë i kemi Nga vani ato atje po. ka ona jonë. Po kemi Prishtinë, kemi ma largë që kemi Kamenicën, e kemi... Deri në Kamenic. Po. Kemi Malishevën shumë, kemi Prizrenin. Do me thonë gjithka, Po, po pak më shumë do shta Kemi edhe Llapit. Gosivar, kemi Dasma, kemi... Do me thonë një edhe jashtë Kosovës me raste. Në Gosivari kemi... është hera e parë si vjetë. Hera e parë. Kemi 2 Dasma në Gosivar. A po më tregon realisht
si arrite ndoshta me I morr ato data, se po besoj pak a shumë e din, ose ke punu ti për me pas treg edhe atje? Po. Arritja është vetëm me punë. E kur thom me punë, është shumë me punë të tamam me përgjegjësi, se kur jemi ndasëm, na edhe me grup, edhe me gjithë bashkëpunëtorët, ne e japim një maksimum tamam punë palodhshme, kështu. Edhe profesionale, po besoj. Profesionale, edhe ato qëllon dikush, që ty të vlerëson. Ti menon që ata nuk... Do me thonë po këtejme tek ajo, nga dasma ndasëm, që... Çdo detaj, ato regjistruhet, kapët, po edhe njerëz tash në Kosovë janë lidhur mes veti, e shet dikush... Edhe rrjetet sociale. Edhe rrjetet sociale. Po mas shumë ti, mu më pëlqen kur ato ndasëm thret dikush që thot jem konë musafir në çato. Ashtu, po. Ajo është shumë e mirë, se ato ka pa gjithçka. Edhe është shumë i sigurt çka kemë mundesh me jap. Pa marrë parasysh a me të keq, a me të mirë. Po, normalisht. Vetëm po du me kalu pak jashta sezonit veror, po besoj që ti je prej atyve artistave që keni çdo herë projekte në studio. Po. Pas sezonit veror, ke planifiku, do kesh bashkëpunime, solo projekte, se s'po besoj që ndalesh ti. Jo. Masi të përfundon sezoni, na I kemi ato tani fillojnë do me xhirime fund vitit, me projekte, me do balada, me do gjana, po asnjëherë monal. Derisa s'nalet publiku, asna s'ke monal. E mirë, kjo më pëlqen. Vetëm është e pamundur realisht të ikim dasmave. Unë e di që kur ka dasma në numër të madh, shpesh herë ndoshta ndodhin edhe disa momente qesharake që nuk harrohen. A mundesh me ndonë ndonjë me shikuesit e emisionit 05 që me ndonë se ja vlen? Diçka pak më interesante, jo e zakonshme. Po, jo e zakonshme. Mundu me zgjedh një herë në Malishev, kemi pas një rast. Edhe po ula në sufër edhe ja nisi me këndu edhe një po thot me kënu një patriot të Malishevës. Fatmirësisht ajo këngë ishte në repertoarin tonë, e kisha në repertoar, pa ja ka bo një gabim të lehtë. Se e ka bo një gabim në të holla. Edhe tash o ardhë edhe veç mi ka shti parët në gjep edhe u nisë edhe me vrull me ndëgju çfarë adrenaline po meraj tash. Edhe në pianisi edhe pjakën dhe I kongën e pianisi, po vjen edhe po ma në gjithë kështu për qofë, faleminderit. Po kish këshyra I pak një detaj të vogël, se mi kish dhonë do pare ma pak. Edhin, mi kish dhonë 10 euro. Tu menuaj që mi ka dhonë 50, edhe po vjen, tha, po kërkoj falje, tha, se ti kom dhonë, tha, pak pare, edhin, thash, po më vjen mirë, thash që më ke vlerësu, po pe vlerësën thash, po, thash me qikaq, thash se unë jam I knoqur si mi dhonë 50, si mi dhonë 10 nuk është e lashe. Është interesante kjo sepse javë më parë kemi pas thuaj se një rast në gjashëm, mirë po aty ka qenë problemi I ka dhonë 50 me që mi dhonë 10. Do me thonë ka dhe kështë raste. Po vjen tha keq, tha po besë kum dash me ti qitë tha 50 euro, tha po ti kum lonë 10 tha nas. Që edhe 14, vjen mërzi, thash ja, nuk kum vjen mërzi ish. E kum pas këtë rast në Malishev, e përshëndes shumë atë familje Caraluga ka qenë, e është shumë një familje mirë, është e 4 dasëm që e marrë ato, të e njëjta familje. Të e njëjta familje e 4. Të e njëjta familje e 4 është e kom si vjetë në Korek. Edhe do me thonë tash të je, thuaj se mik edhe ndoshta një lloj familjari tyre për deri sot ta besoj. Edhe unë e ke shumë I shlirë kur I thash jo maj, thash se unë jam shumë I kënaqur, thash unë pe konsideroj thash që jam 50. Thash edhe ukri. E janë shumë mirë edhe këta njerëz I vlerësoj shumë. Kur e kanë me zemër në diçka, edhe hiç mos më të lanë, unë e punën ja kryj, se kam të lashe. Po kur të vlerëson edhe më shumë, atëherë duhet me pas respektin secili. Ashtu po më pëlqen kjo që e respekton ndoshta dasmorin ose qoftë edhe kushdo.
që e kërkon një këngë ndoshta edhe pa bakshish, Pa bakshish. po ja këndon, nuk e ke problem. Ka ndodhur edhe kjo ardh, për shembull ka thonë që e kam të familjes dasmorin, a bën çto pa pikë problemi, edhe nuk e kam kthy mrapsht, edhe nuk e kthej. E mirë, kjo po më pëlqen. Po ndonjë rast tjetër, se kjo është e vërtet interesante, po ndonjë tjetër atë kujtohet apo momentalisht vetëm kjo? Momentalisht është pak të lashe se këto raste ndodhen te secili këngëtar. Po. Nashta për çdo darsëm s'po them, veç 2-3 një pa ndodhur është e pamundshme. Edhe në onale të rryma o diçka. Ka këso raste. Ka raste kur e the që ndoshta anulohet, por që tregojnë pak më parë, por arsyet dihen Po, arsyet dihen. jashtë vdekjes. Ja. Po raste tjera ndoshta ndohet çifti apo ka ndodhur ty? Po, ka raste edhe që janë nda. Po nuk thot që jam nda, po thot ka ndodhur diçka e madhe. Tash Edhe po dihet atë. Unë nuk duhet përgjigja. Po, realisht veç ty do të me anulu datën. Unë i them nëse ka gjithë herë përdori ata, nëse ka nevojë me të kthy kopare, Po, nuk siç është e tregove. Se ti në momentin kur e ke përzgjedh këngëtarin, ti e ke kallëzuar ato që atë dashnin që po du me marrë që ata. Edhe vlerësimin realisht në artistin. Edhe nuk është e lashe, tash neve nuk na qëm pesh Kur një kapar, po. Ashtu. Realisht për ty pesha, edhe po e kuptoj që respekti edhe mirësjellja ndaj dasmorëve është primare, në Është rend parë. primare, është në rend parë, respekti dhe mirësjellja është në rend parë edhe plotësimi i dëshirës të dasmorëve Kërkesave, dhe ashtu, po. çiftit. Kjo është e para, masa ne i vinë këtu. Kjo është për mua një përgjegjësi shumë e madhe. E mirë, kjo po më pëlqen. Për fund, sa shumë më e madhe bakshishe që e ke marrë deri më tani, edhe po e mbyllim me këta. Unë e përshëndes shumë një familje nga Prishtina, është familje me zonë, nuk po du m'ja përmend emrin. Ajo familje që i falenderoj nga zemra dhe Zotja u shtoft, e kemi një bakshish për 3.000 euro që kemi marrë 3.000 për euro. një natë, po, me grup. Po, normalisht. Po, ajo është punë e grupit edhe... Po. Punë e grupit se e kam një grup jashtëzakonisht mirë. E kam një grup janë do djemë që bashkëpunoj me ta, po janë do djemë që nuk thojnë kur punës ju. Din kritikave, Janë të hapur për gjithçka. për gjithçka. Jemi në punë, nuk ka Teke ose s'ka vëdin. Po. jo nervoza, jo s'po duaj, jo po duaj, jo po vanohet, jo s'po vanohet. Do me thonë punë Po. strek çdo herë edhe të gatshëm për çdo kërkesë me plotësu. Kom atë sintashin është Blenat Maluku edhe Ardin cilët edhe më kanë shty edhe i kom pas bashkëpunëtor shumë të mirë edhe në shtytjet të kësaj lamie. Ashtu. Edhe i kam ton kohën sikur krah djathtë. Gjatë, Edhe të dë. Do me thonë ju jeni edhe meq përveç kolegë po. në punë. Jemi bashkë kemi filluar dhe bashkë jemi ende. Unë mendoj edhe shpresoj që gjitha sukseset e këtu ne do t'i vazhdojmë bashkë. Uroj edhe unë edhe realisht faleminderit shumë që ishe në studion e emisionin 05. Jam vërtet i kënaqur që të pata në studio. T'uroj një sezon të suksesshme edhe po besoj që kemi me u taku prapë me ty në studio edhe me projekte të reja. Faleminderit shumë për juve, ju përgëzoj shumë dhe ju uroj një punë shumë të marrë dhe një mision të qëllum që jashtëzakonisht po shikohet. Faleminderit shumë. Faleminderit për juve. Me shte emisioni 05 ishte kjo e të ratë që kemi përgatitur për sonte. Deri çto në ardhshme, ndesh në emisionin 05 në të gjitha rrjetet sociale.